Shumë punonjës në Shqipëri nuk i din të drejtat e tyre, prandaj edhe shfrytëzohen. Ja 5 gjëra që duhet patjetër të dini në punë. Kontrata e punës duhet të jetë me shkrim. Nëse punoni pa kontratë, rrezikoni të mos provoni dot të drejtat tuaja. 2. Orari normal i punës është deri 40 orë në javë dhe 48 me orët shtesë. Çdo orë shtesë duhet të paguhet më shumë sipas ligjit në fuqi. Paga duhet të jepet ashtu siç është rënë dakord dhe me sigurime shoqërore të përfshira. Çdo punonjës duhet të ketë pushimet vjetore të paguara sipas ligjit. Dhe më e rëndësishmja, askush nuk mund t'ju pushojë nga puna pa një arsye të lishme. Nëse nuk i njihni këto të drejta minimale për të mbrojtur veten tuaj, rrezikoni të humbni shumë. Nëse keni pyetje për rastin tuaj konkret, mund të më shkruani në komente apo në inbox dhe unë do mundohem t'ju sqaroj.